Qto janë top 5 freestylat më të mirë të meriton mjekiqe? Sipas meje. Numër 5, Lune. Hajde ngojna pak. Okej, freestyle i parë, që kjo i pari, se i ka 2. I pari, i Lunet është pure hit, jo që është i dopt i dyti, mirë po për qitë list, menova që është ma i denjë i pari. Full bars, full intellect, full slick rima, full delivery. Qysh po thot që atë? And you know this, little hoes take notice. Dhimet vrasa jetu la, watch your head and shoulders. Kja është densitet i papami bars, do me thonë, për gjatë tënë freestyle-it, për 3 minuta sa pështyn, definitivisht top 5 është. Hej, para se me vazhdu më sa rëni, easy posta easy mundësën këtë storjet e mija në teren edhe në studio, siguroni me follow, ofrën super shërbim dhe i klientit edhe super shpejtësi në dërgesa. Numër 4, Buta. Dismosit, kjo është herën e dytë kur ka qenë të meriton mjekiqe. Hajde ngojna pak. Okej, që kjo ka qenë për herë dytë kur ka shku të meritoni Buta për me adresu reshtin e mosit të psikopatash, që kjo e ka nëzit bifin edhe ja ka ep një për momentumeve më të mira në historikon short term, historikon e hip-hopit, do me thonë 10-15 vjetë e fundit, definitivisht epizodat më të mira dhe dinamikat më të mira dhe verën më të mirë në ka jep bifi mes mosit edhe Butës, nuk ka pas diçka të parafërt prej atëherë tutje. Nashta prej krejt freestyle-ave ever që jëm pështy në këtë platformë, që kjo është më i parafërti me freestyle në kuptimin e prerë të fjallës, menej. Beatin s'fënd është boom bap, nuk merë vëmendje, për me ja jep rëndësin e duon fjallëve që thuan. Buta këto e adresën anën e vetë storjes për takimin edhe dinamikat me mosin, po me një formë krejtësisht pa strukturu me thjesht rrëfim edhe adresim, taman që shmunët me përngjani freestyle që bëhet off the top që aty për që aty, edhe pse normalisht në këtë rast ka qenë shkrume, qysh po thot që aty, qysh po del s'pot me pare falc, me tesha falc, kejt falc, ti e i flish njëri smooth, vish me të prejk, abedin, krejtësisht raw, e pa filtrume, qysh janë freestylat of the top of the head, kështu që rock ndryshe definitivisht menoj që është shumë legjitim për me qenë në top 5 e freestylave më të mirë të meritoni. Numër 3, Klevio Serbiano, qas beson ti? Kosov Gango, 13 gjujca UQK, Komando, të lëshej pak, është definitivisht një pej këtyne që i kom ngu më si kong e kom ngu këto. Absolutisht fire, do me thonë, është kjo me 2 reshtat e parë ta krymë këto. Është edhe mënyra që thot, rock ndryshe prej Klevios, referenzat e Klevios gjithmonë janë inkriminuese për dikën nëse diçka që ka ndodhë e për cilën bëhet lafne për burgje ma holla, që atë përshtypje ta jep. Qka do që fol për botën kriminale, fol me një farë integritetit natërshëm edhe të besushëm, as nej qëto kur i mikson edhe me një ori historie, letërsie, del diçka shumë e veçantë që është që ky freestyle. Numër 2 vjen MC Kresha, shkojmë. Absolutisht fire është kjo, pa na shkallojmë që ja ka bjell flowin French Montanës këto, ama dohet me përmen për hirtë korektësis. Aftësit e jashtë zakonshme prej MCs që i ka Kresha menoj që i nënvizën që të freestyle prej lafeve super smart, të lafet e rëndëmta, të struktura edhe skema me numra, menoj që i ka krejt tikat në kuti, kur flasim për një freestyle top 5, absolutisht fire, te për shumë e kom ngu këto dhe sigurisht kom u këthy me ngu vazhdimisht every once in a while, kështu. Numër 1, Buta. E tash kjo është era e parë kur Buta paraqitet të meritoni me pure flames këto. Veç flop shtyn këto. Do me thonë fillim me fund 3 minuta, sa është 3 minuta e diçka. Hajde ngojna. Tonis prej përzgjedhjes të bitit i cili vjen me përgjegjësi për me performun ta kur të vendos për Beware të Big Pun. Këto e disirat ferëm për krysh në kohën kur këta dy kanë shku me një periudhë back and forth me disa, realisht që kjo ka qenë zhvillimi i fundit rreth këtij bifi, me kalimin e kohës të dy të kanë move on sa në tjera, ama ka parashikime të jashtëzakonshme, laugh e hard, delivery hard, super flow, tough boy talk me kredibilitet, është qasje direkte, pa u mënu me thonë sene me nën kuptim, qaj sen me nëj që e bën Butën grejt, që është tjellën, një ngjarje delikate, ti për thjesht me lafe, ti për thjeshta që mirë po që rokin në ranë. Fatkecia vetë me është që se kena një pij ferës,
një comeback të ngjashëm, ose se kena një pej ferës një kundër përgjigje të qësoj natyre, zakonisht ka qenë veç një resht i ti aty këto që ja ka kthy, mirë po asnjëherë me strukturu komplet një dis, që mundet në këtë rast një kundërdes. Për që të thënë, definitivisht kjo nuk ka qenë diçka për mos mu përgjigj, u konë valide për me u kundërpërgjigj se u konë hard, apo kupton me konë e dëp për një mes javlin me u përgjigj. Hey, që kjo këtë top 5 që jam, garant pajtoni, garant spajtoni, garant më nëni që e kumlon dikon jashtë që e ka meritu me qenë mrena, që kjo këtë për zgjedhja jam, e për ndryshe ju më në komente poshtë, me më shkru kush me nëni që e ka meritu po ashtu me qenë top 5 që. Realisht kisha pas qef me kom 5 artista ndryshëm, jo me shti butën me 2, për shkak diversitetit, mirë po ma bunit pa mundër. Nas një rrethon të mundshme, nuk mundesh me lan asnjënën pej 2 freestylave ti jashtë top 5-qës në qëtë platformën për cilën po folim.